Nalt e sheh numrin e faqes edhe emrin e surës, po fillojna me lexu prej këto. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Kjo po besoj që ka më kanë interesant për ata që dojnë me mësu për libret e Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall, e kena zbrit ne prej qiellit ujin e pastërt. Tash vnoja menin që sajna. Uj i pastërt i cili ka zbrit prej qiellit. Thot Allahu Azza wa Jall, li nuhyi bihi. Tash vënëja o menjën kësaj hës këto, por me ngjall me ta, me kanë, me ujin e pastër që ka zbrit për qiellit. Beldeten mejte, venet e vdekra, u nusqihu edhe me ushqy me ta, me dhanë me pi prej ti, prej kuj, prej ujt pastërt. Apet kjo hëja kthehet të kush? Të uj pastërt. Mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira. Krejt aty në që këna kriju prej an'amve edhe shumë njerëzve. Me i dhanë me pi do me thanë prej ujtë të pastërt. Vazhduhem me përcjell hën. Wa laqad sarrafnahu, e nave që këna shpërnda ata, kanë ata ujnë e pastërt. Hëja vazhdimisht po kthehet të uji i pastërt. Bejnehum, e këna shpërnda ata mes tyne. Yadhakkaru fa aba aktharu an-nasi illa kufura. I kena bakta që ata të mbledhen mend, të përkujtojnë, mirë po shumica njerëzve refuzojnë, domethënë nuk dojnë me mbledh mend vetëm se bëhen mohues. Tash vazhdojna. Walau shi'na lab'athna fi kulli qaryatin nadhira. Sikur të kishme dash ne, thot Allahu Azza wa Jall, ne do të kishme dërgu të çdo vend, të çdo fshat dikan i cili u atërheg vrejtjen. Do më dhanë Rasul. Tash vazhdojmë. Fala tuti'il kafirin. E mos ju bind mohuesve, jo besimtarve. Wa jahidhum, edhe luftoj ata me ta. Luftoj ata me ta. Apet një kësë hëje. Hëja parë u kthy të kush? Të uji i pastërt. Hëja e dytë të uji i pastërt. Hëja e tretë të uji i pastërt. Tash përsëri në ardh një kësi hëje e vogël këto, që unë e mënu me bët qartë për ty, normal tash edhe kjo ishtu mu kthy të uji i pastërt. Krejt u kthyn të uji i pastërt, apo? Ama kjo nuk kthehet të uji i pastërt. Thot Allahu Azza wa Jall, fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi, me ta, me kanë me ta, me Kur'anin, gjihadin kebira, me një luft të madhe, me luftu ata me kanë, me Kur'an me luftu, në atë kuptimin, me was sharu atyne prej koj, prej Kur'anit. Aja që ka vëdu me thanë, kjo hëja, përse dhe tashtë, me anë tahura, prej kanaltit, ku e nësëm, uji i pastërt, li nuhyi bihi, hëja parë po kthehet të uji i pastërt, hëja dytë të uji i pastërt, e treta të uji i pastërt, e katërta po bëhet Kur'an. E ki parasysh, kjo është jashtëzakonisht e çuditshme. Kjo kallzon lidhshmërinë e librit Allahut Azza wa Jall me ujin. Është gjithkund ke uji i pastërt. Derisa për një herë u bë Kur'an. Pa u përmen Kur'ani heq, e kjo kallzon lidhshmërinë e Kur'anit me ujin e pastërt. Por ata gjanë në për hadithe, ai i cili lexon një ajet sa një deve, 2 ajete sa 2 deve. E devi është simboli i ujit. Kur të kuptojnë muslimant që uji e ngjall tokën, e Kur'ani e ngjall zemrën, atëherë kanë kuptuar për Kur'anit shumë. Edhe kur të bëhet i domosdoshëm Kur'ani për jetën e tyne, ashtu që është uji i domosdoshëm për jetën e tyne, atëre kanë kuptu Kur'anin. Po besoj që ke e qartë. Allahu Azza wa Jalla na bëfë muslimanëve të mirë.